Një javë para publikimit progres raportit Komisionit Evropian në Tiranë do të zhvillohet raundi 4 i dialogut të nivelit të lartë. Për ministren e integrimit Klajda Gjosha, takimi 29 shtatorit, i cili është edhe i fundit për komisionerin e zgjerimit Shtefan Fylle, do të fokusohet tek çështjet më të rëndësishme për Shqipërinë, duke filluar nga reforma në drejtësi deri tek bojkoti i opozitës. Gjithçka që do të diskutohet është në dispozicion të progres raportit. Pjesëmarrja e opozitës patjetër që mund të preket, por duke qenë se opozita ka bindje se do të jetë pjesë e dialogut të nivelit lartë, ka dhe hapësirën e dur për të diskutuar të gjithë çështjet që ato kanë, për rikthimin e tyre dhe në parlament dhe në komisionet parlamentare, që për ne dhe të paktën për mua si ministri i integrimit është shumë e rëndësishme, sepse pjesëmarrja e opozitës në të gjithë vendimarrjen e vendit është me rëndësi të veçantë për procesin. Një prej detyrave që është lënë palës shqiptare nga takimi i parë i dialogut nivelit lartë është edhe ngritja e Këshillit Kombëtar të Integrimit, i cili është bllokuar për shkak se të dy kampet politik nuk kanë gjetur konsensus në lidhje me formulën e drejtimit. Por përballë pretendimeve të opozitës që Këshilli të drejtohet nga PD, për Gjosho mënyra më e mirë është me bashkëkryetar. Qeveria është e vendosur tek ajo strukturë të cilën ne kemi paraqitur, është e mirë menduar dhe i shërben më së miri dhe dialogut politik, sepse ka në krye dy zonja që drejtojnë dy nga komisionet më të rëndësishme në fakt të procesit, njëra për procesin e integrimit, tjetra për marrëdhëniet me jashtë. Tashmë që Shqipëria ka marrë statusin e kandidatit, hapi radhës është hapja e negociatave për antarësim. Proces për të cilin qeverisë shqiptare janë caktuar 5 prioritete. Por Klajda Gjosha është e vetëdijshme se në 8 tetor, Komisioni Evropian nuk do të propozojë hapje negociatash. Me këtë progres raport do të flitet për vazhdimsinë e reformave, ecurinë që ka pasur vendi në muajt e fundit, por kam bindjen që ne ende nuk jemi në etapën e kërkimit të hapjes së negociatave. Pritshmëria e palës shqiptare është që vitin e ardhshëm Komisioni Evropian t'i propozojë vendeve anëtare hapjen e negociatave për antarësim. E më pas, në rastin më të mirë do të duhet së paku një vit që Këshilli Evropian të miratojë hapjen e negociatave për vendin tonë.